Gjithmonë media diskutohet shumë për që Gresa e mban familjen shumë hermetike, edhe pse kemi pa foto të djalit në rrjetet sociale, por bashkëshortin nuk e shfaq. Pse është ky vendim nga ana jote? Po unë kom dalë në skenë kur ma shumë është, dhe më thonë është çmu vetëm ana profesionale që ka ti ke paraqit të publiku. Kjo ideja ma ndej me shfaq gjithë shka që ki në shpeti, veç më bo aktuale, kjo ka dollë ma vonë. Edhe unë këto asë njëherë nuk e kom pëlqy edhe nuk e praktikoj, sepse bashkëshorti jam ka një biznes, shumë i sukses shumë fushën e ti, po nuk është ftyrë publike. Edhe mua im ka zgjedhë që më ka dashtë, dhe si një qikë të mirë, po jo për me dojnë televizor. A është edhe kërkesë e ti? Po, edhe më duhet unë me respektu. Më thonë, ajë nuk është ftyrë publike dhe s'ka që ka me dalë në publik gjithmonë. Djalin, sa i përket djalit, e postoj shumë rallë kërë ka nëjë ditë lindje, nëjë ditë qka, po dhe ato nuk është që e shfaqe shumë si tjertë. Më thonë, nuk i përdori, thjesht antarë të familjes për me bo aktual. Ti dëshiron që muzika të fletë për ty, por a mendojnë që të tjerët për i përdorin në showbizin shqiptar? Mendoj, nështë adhë jo shumë për fakti, do më thonë për pajin e ty, nësa është kërkesa dhe publiku tash ka ndru, do më thonë dojnë me ta po shpinë, dojnë me ta po familjen, mundësisht në i vlavë edhe ti atë presion? Unë nuk e marë si presion, thjesht nuk merë me këtë pjesë. Unë jam kjo që jam, para qes ato që unë e du, që mendoj që është okej për publikun, edhe asi që shfaqen jetë private ka, kështu që publiku ka mundësi dhe pa shumë ftyra publike të ndryshme të na. A ndjen ti presionin e këtyre rrjeteve sociale që me postu, me qenë aktive? E në anën tjetër, kur je në anë, koha jote limitohet për me qenë aktive në botën virtuale? Po, mundona me qenë, do më thonë, aktuale dhe me qenë në rrjeteve sociale, për asa është të arsyshme. Ma shumë postoj kongë, postoj koncerte, postoj dasma, postoj gjanat të profesionit, të punës që unë e bëj. Ndoshta dhe duhet me qenë ma aktive, për shkak që publiku i dënë, po e the edhe ti shumë mirë kër jenon pa koha është e kufizume. A ishe si mjetë promovimi, apo si presion? Presion jo. Do me thonë, nuk duhet shumë me i marë si presion, se është pjesë e punës. është puna, dhe rrjeti sociale dhe gjithë shka lidhet me punën. Po është pak presion, mandej të komendet negative.